Zhvillimet në politikë, por gjithashtu edhe nga Kronika e Zezë, me kënaqësi do t'i bashkëbisedojmë me gazetarin Poli Hoxha. Poli, të përshëndes. Faleminderit. Doja një koment nga ana jote për sa i përket vrasjes së biznesmenit. Ditën e djeshme autoritetet policore kanë tashmë në pistën e hetimit një çoban, një bari, i cili duket se mund të jetë autori i dyshuar i ngjarjes. Ke pikpyetje në lidhje me gjithë atë që kanë deklaruar ata që kanë qenë pranishëm në vend ngjarje, por gjithashtu edhe autoritetet? Kjo është një ngjarje misterioze në një farë mënyrë, ende ngelet nga pikpamja si të them unë e rrëfimit, zbardhjes që për disa drita të gjata të makinës një person në 12:30 të natës nervozohet, aq më tepër e kupton, me një makinë plot me njerëz vendas, që janë dhe vendas aty përveç italianit. Pastaj shkon, merr makinën, ju zë priti, qëllon 40 plumba mbi makinë, ca hidhe në kanal, ky sa arrin do të dalë të fshihet atje, ha një plumbë tjetër. Është pak si histori çmendurie, filmi nga pikpamja, por gjëra që edhe ndodhin. Ky është varianti që po del kështu si zyrtar. Çështja është që është një person që është shpallur me emër me mbiemër në kërkim, kanë dalë dhe lajme që ai e mohon, domethënë që nuk jam unë autori, kështu që për vendimin tim është një ngjarje që sa që mund të jetë banale, domethënë siç po paraqitet nga policia deri tani, aq mund të jetë edhe sofistikuar, kështu që unë po ne duhet presim prokurorin tani, se deri tani ka folur policia. E qartë.